Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Receta magjike. Merrni një gjethe dafine dhe i thoni lam të mirë problemeve tuaja. Gjethet e dafinës bëjnë çuditërisht edhe shumë përfitime në organizmin tuaj nëse i përfshini në gatime. Ato ngadalësojnë plakjen, qetësojnë dhe ndihmojnë në luftën kundër bakterieve dhe shërojnë rrugët e frymëmarrjes. Ekspertët thonë se dafina është një bimë e fuqishme e cila rinon, përmirëson humorin, pastron trupin, zgjidh problemet respiratore e të tjera. Sipas Brightside, do të rendisim në këtë video përfitimet kryesore që merrni nga përdorimi i gjetheve të dafinës. Ato ndihmojnë në nervozizëm dhe në lodhje duke i ulur ato. Kombinimi i elementëve në gjethet e dafinës veprojnë në mënyrë qetësuese në trup dhe në mendje. Ndizni disa fletët të vogla në hapësirën në të cilën qëndroni dhe thitheni atë ty. Megjithatë, mos e bëni këtë përpara se të flini gjumë, sepse aroma e dafinës së djegur mund t'ju bëjë që të humbisni gjumin. Pastron mukozën nga mushkëritë. Gjethet e dafinës janë stimulant i rrugëve të frymëmarrjes dhe ndihmojnë në nxjerrjen jashtë të mukozës nga mushkëritë. Mënyra më e mirë është që t'i hiqni gjethet e dafinës së njomës e të thatë në ujë të nxehtë dhe ta thithni avullin. Ndihmon edhe në lyerjen me vajin e gjoksit, pasi mund të lehtësojë alergjitë dhe astmën. Ndihmon personat që kanë edhe luhatje të sheqerit. Ulëntimet kanë treguar se konsumi 3 gram dafinë në ditë zvogëlon nivelin e glukozës të njerëzit të cilët kanë diabetin e tipit 2. Është e mirë për metabolizmin. Shtoni sa më shumë në ushqim ose bëni masazh barkut me vajin e dafinës pas elementëve ushqyes që do të përmirësojnë edhe metabolizmin. Kjo do të krijojë një tajitje të shpejtë dhe përpunim të shpejtë në lukth. Do të rregullojë punën e zemrës. Bashkimi organik i gjetur në dafinë forcon muret e kapilarëve në zemër dhe ndihmon në eliminimin e kolesterinës së keqe nga trupi. Lehtëson inflamacionin e nyjeve. Nëse keni probleme me nyjet, me vaj dafine bëni masazh në zonën në nyje dhe më pas shtoni sasinë e gjetheve të dafinës në të cilën e shtoni në ushqim. Është efikase edhe për infeksionet urinare. Përzjedhni pluhurin e dafinës me qumësht dhe pini këtë pije për t'ju dhënë gjithashtu zgjidhje këtyre problemeve. Fjala është për recetën e vjetër për eliminimin e infeksioneve urinare dhe përfitimin e lartë që dafina mund të ofrojë për organizmin tuaj. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik që ulin toksina në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjetheve gjithashtu ndihmon në tretje dhe qetësimin e stomakut të trazuar dhe të zorëve. Dafina do t'japë rezultate të mira edhe në sistemin e frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer krearorin dhe për të ndihmuar në problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafinë dhe të shfrytëzoni avullin që do ju lehtësojë dhe eliminojë bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana dhe atyre që kanë fëmijë në gjy, në mënyrë që të evitoni kështu edhe dëmtimet që mund të keni në shëndetin tuaj. Dafina është një zgjidhje shumë e mirë për sistemin tuaj të frymëmarrjes dhe gjithashtu do t'japë rezultate të shkëlqyera në këtë aspekt, gjithmonë duke e përdorur me kujdes. Dafina do të përmirësojë edhe shëndetin e flokëve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve, të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. I lagni ato në ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës nga pas. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin, do të zbusin lëkurën e thatë. Dafina ka veti të mira anti-inflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre elementë të njohur që reduktojnë irritimin në zona të caktuara që mund të jenë të prekur nga artriti. Dafina ndihmon gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtje të tyre acid kafeik dhe rutin, dy elementë që japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve që gjendet te dafina mbrojnë organizmin ndaj radikaleve të lira që shkaktojnë mutacione të qelizave të shëndetshme. Këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina është e mirë kundër ankthit dhe kundër stresit. Dafina ka efekte lehtësuese, çliruese dhe qetësuese. Trumza borziloku dhe dafina kanë në përmbajtje të tyre linaol,
element që ulë hormonet e stresit në organizëm. Nda gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin e momenteve stresuese kur ankthi është tepër i lartë. Gjethet e dafinës kanë lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit dhe konsumi i rregullt i tyre do të ulë gjithashtu edhe luhatjet dhe problemet që i kanosen shëndetit tuaj. Gjethet e dafinës ndihmojnë në shumë aspekte. Kryesisht, ato mund të përgatiten si erëza të thata që mund t'i keni në kuzhinë. Në çdo gatim të gjitha erëzat e baristet e tjera përdoren në konsum deri në fund, ndërkohë që gjethet e dafinës duhet të hiqen nga ushqimi përpara se të serviren. Gjethet e dafinës janë të pasur me përbërës bimor, vitamina dhe minerale plot me vlera. Qytetrimet e lashta kanë qenë të apasionuar pas dafinës dhe besohet se kjo gjethe ishte edhe simboli i zgjuarësisë, paqes dhe mbrojtjes. Gjethet e dafinës janë efikase në trajtimin e diabetit të llojit 2. Ato ulin nivelin e glukozës në gjak, kolesterolin dhe trigliceridet. Për të përfituar rezultate maksimale, gjethet duhet të shkërmoqen dhe pluri i tyre të përfshihen në ushqime për të konsumuar për 30 ditë. Konsumi i dafinës plur në do të ulë nivelin e sheqerit dhe do të rregullojë funksionet e zemrës. Antioksidantët të gjethet e dafinës ndihmojnë trupin të punësojë edhe një përmirësim të insulinës në mënyrë efikase. Kjo vetëdije bën dafinën një zgjidhje të mirë për njerëzit që vuajnë nga diabeti tipi 2 dhe organizmi të cilëve ka rezistencë të lartë ndaj insulinës. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në tretje. Gjethet e dafinës ndihmojnë në tretje dhe shmangjen e çrregullimeve në këtë sistem. Nëse pini çaj dafine, mund të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe të zgjidhni problemet e lëvizjeve të çrregullta të zorëve. Gjethet e dafinës përmbajnë enzimat që mundësojnë shpërbërjen e proteinës dhe rrjedhimisht janë një zgjidhje e shkëlqyer për dietën jo vegetariane. Gjithashtu, gjethet e dafinës janë një zgjidhje edhe kundër ftohjes. Gjethet e dafinës janë efikase kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohtit dhe të gripit. Në rastet kur vuani nga problemet e frymëmarrjes, zgjeni 3 gjethe dafine në ujë. E lini të ftohen për 10 minuta. Zhysni një nap në legend dhe më pas e vendosni në krahëror për të çliruar nga bllokimet e shkaktuar nga i ftohti, kolla dhe virozat. Çaji i dafinës është efikas kundër temperaturës. Nëse vuani nga të shtima e përsëritur, zgjeni disa gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet 1/4 e tij. E kulloni dhe e pini lëngun. Ai ndihmon gjithashtu edhe me gjumin. Nëse konsumoni gjethe dafine nëpërmjet çajit, përpara fjetjes do të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Ky çaj do të bëjë mrekullira. Lehtëson problemet me veshkat. Gjethet e dafinës ndihmojnë kundër infeksioneve dhe gurve në veshka. Zgjeni 5 grame gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet 50 ml e tij. E kulloni dhe lëngun e pini 2 herë në ditë. Ky lëng do të parandalojë formimin e gurve. Lëkura gjithashtu do të përmirësohet. Gjethet e dafinës largojnë stresin nga lëkura dhe parandalojnë shfaqjen e njollave nga rrullat. Hidhni 5 gjethe të thata të dafinës në 2 gota ujë. Zgjeni lëngun për 2 minuta në një çajnik të mbyllur. Hidheni lëngun e zgjerë dhe mbani fytyrën sipër enës, duke mbuluar kokën me peshqir. Avulli do të vijë edhe në lëkurën tuaj që do të ndihmojë gjithashtu edhe në largimin e këtyre problemeve. Nëse ju vuani nga këto probleme, do të mësoni gjithashtu se si të përgatisni edhe dafinën për të lehtësuar problemet e frymëmarrjes. Kura aromatike me dafin kundër ftohjes, bllokimit dhe sekrecioneve mund të përgatiten në kushte shtëpie. Receta me avullin e lëshuar nga dafina jap rrugë frymëmarrjes dhe zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zgjerjen e disa gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi uji të ketë marrë val, hiqeni nga zjarri dhe hidheni në një enë tjetër. E mbuloni kokën me peshqir dhe mbani fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuhatur aromën e këndshme të dafinës. Gjithashtu shurupi përgatitur në shtëpi me dafin mund të sjellë rezultate të mira, ose kompresat me zgjerjen e dafinës të vendosura sipër kraharorit gjithashtu mund të japin rezultate të shkëlqyera kundër këtyre shqetësimeve, citon dhe Healthside. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.